Pretendimet ronditëse ka ndalë sërish në dritë lidhur me të ashtiqueturat Sarajevo Safaris, një praktike supozuar gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 90, ku snajperistë amator nga vende të ndryshme të botës thuhet se paguanin shuma të mëdha parash për të qelluar ndaj civilëve. Raportimet janë rikthyer në qendër të vëmendjes pas një kallëzimi penal të paraqitur në prokurorinë e Milanos kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas shkrimit të gazetës gjermane Bild dhe mediave italiane, thuhet se snajperistë amator kryesisht nga Italia, por edhe nga vende të tjera të Evropës perëndimore dhe nga SBA-t kanë paguar mes 80.000 dhe 100.000 euro për të marrë pjesë në të ashtiqueturin Sarajevo Safari. Pretendimet thonë se këta persona të shoqëruar nga forcat bosnjako-serbe vendoseshin në pozicione të larta për të qelluar me snajper ndaj civilëve brenda qytetit të rrethuar. Në dokumentarin e regjizorit sloven Miran Zupanić, publikuar në vitin 2022, disa ish ushtarë dhe ish agjentë të shërbimeve sekrete tregojnë se si gjuetarët e njerëzve transportoheshin drejt pozicioneve të snajperve për të qelluar mbi gra, fëmijë dhe të moshuar, gjithmonë sipas pretendimeve të tyre. Pak ditë më parë pas kallëzimit të shkrimtarit dhe gazetarit italian Ezio Gavazzeni, prokuroria e Milanos nisi hetimet preliminare mbi fenomenin e Sarajevo Safari. Sipas mediave italiane, gazetari investigativ kroat Domagoj Margetić tani ka paraqitur prova të pretenduara që sipas tij tregojnë se presidenti serb Aleksandar Vučić ka qenë i pranishëm në njëra nga bazat ushtarake në Sarajev gjatë këtyre ngjarjeve. Edhe këto deklarime mbeten në nivel pretendimesh, të cilat prokuroria italiane pritet të shqyrtojë. Rrethimi 4 vjeçar i Sarajevës i nisur në pranverën e vitit 1992 nga trupat bosnjako-serbe dhe njësi të ushtrisë popullore jugoslave, mbetet një nga ngjarjet më të errëta të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Banorët e qytetit mbetën për vite të tëra pa rrymë, ngroje dhe furnizime ushqimore. Dalja në rrugë për ta nënkuptonte rrezik jete, pasi snajperistët ishin vendosur në kodra dhe ndërtesa të larta përreth qytetit. Nga rrethimi u vran më shumë se 10.000 civil. Në të gjithë luftën e Bosnjës, rreth 100.000 njerëz u vranë ose konsiderohen të zhdukur. Mbi 2 milion të tjerë u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Deri në publikimin e këtyre raportimeve nuk është dhënë një reagim zyrtar nga institucionet serbe apo nga vetë Vučić lidhur me kallëzimin penal dhe pretendimet e bëra publike nga media. Çështja mbetet tani në duart e prokurorisë së Milanos, e cila pritet të vlerësojë materialin e paraqitur dhe të vendosë për hapat e mëtejshëm. Publicisti serb Zlatoje Martinov ka treguar se mediat e regjimit në Serbi nuk e përmendin këtë temë. Sipas tij, mbulimi i vogël mediatik i këtyre akuzave nuk do ta destabilizojë pozicionin e Vučićit brenda vendit.